Përshëndetje, mirë se vini në podcastin ton Humor dhe Dashuri, këtu ku të qeshurat janë të garantuara normal dhe zemrat ndonjëherë të thyera dhe ndonjëherë rahin më fort. Përshëndetje edhe nga unë Kristanti. Do jemi bashkë me shoqen time Biancën në të gjitha episodet tona të podcastit. Sot të ftuar special kemi Gabrielën, shoqen tonë të ngushtë të klasës. Mirë se erdhe Gabriela. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Unë quhem Gabriela, jam shoqja e ngushtë e Kristantit dhe Biancës. Si fillim, goca duhet t'ja falenderoj shumë që më keni ftuar në podcastin tuaj dhe ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Sa po mora vesh jam e ftuar në podcastin tuaj, jam bërë gati të nxjerr bojë. Wow. Do t'ju nxjerr bojë. Ne këtë podcast e kemi realizuar për një qëllim. Edhe të ftuarit që do kemi do t'i vëmë pak në siklet. Do jetë një podcast me shumë humor dhe ndonjë pikë dashurie. Po patim, po gjetëm. Po normal adoleshencës. Po, atëherë ne vendosëm që si episod të parë të flisnim që si jemi njohur ne të dyja. Gjë që edhe Gabriela do na bëj disa pyetje pikante, të cilat siç tha do na nxjerrë bojën vetveten tonë. Edhe për të na futur në sfidë. Intervistueset do t'i fut në sfidë. Për të njohur sa më shumë Biancën dhe Krisantin. Okej, vazhdojmë. Unë dhe Bianca jemi njohur këtë vit në gjimnaz, sepse ne të dyja vim nga shkolla të ndryshme. Nga shkolla ndryshme. Unë nga shkollë fshati, kurse unë nga shkollë qyteti. Do me thënë dita e parë ka qenë shumë emocionuese, normal. Unë nuk e kam bërë mësimin e parë në klasën që jam tani, po e kam bërë në një klasë tjetër. Më vonë shkova aty edhe pash Biancën, ishte vajza e parë që unë kam folur atë ditë. Kam qenë vajza e parë dhe për mua ke qenë vajza e parë që më ke hyrë në zemër, po. Dhe tani të kam akoma në zemër. Pavarësisht zankave dhe ndonjëherë kur zihemi na jemi. Prapë këtu, të t'jafi për qafim. Okej, vazhdojmë. Ishte moment dashurie, si dhe nga podcasti jonë. Do me thënë, ne në atë klasë nuk njihnim asnjëri, ishte do me thënë era e parë që ne i shikonim njëri tjetrin, si nga shumica të tjerëve që njihnin njëri tjetrin. Personi i parë siç thash ishte Bianca që un kam folur aty, sepse isha e re në atë klasë dhe kam vajtur me vones, mbase këta mund ta njihnin pak njëri tjetrin se kishin diku te 3 ditë që flisnin. Por që mu duk vajzë mirë, ishte e sjellshme me atë buzëqeshjen e saj ose me të folurën e saj që e ka si gjithmonë të ëmbël. Më pëlqeu shumë. Pastaj vazhduam shoqëri, njëjta dhe shoqet e tjera si Gabriela që është Gabrielën sot nuk e kemi nxjerr përpara kamerës, sepse e kemi shumë të bukur. Ma merrni vajzën më sy. Mashallah. Më e bukur se ju jo. Ja, është sigurt. Jemi të treja. Po. Dhe më vonë kaq. Dhe më vonë do vazhdoj unë. Po merre në një fjalë. Okej, vazhdoj. Siç e tha dhe Krisanti, dhe un kam bërë mësim nga një klasë tjetër. Do me thënë kam hyrë aty për herë të parë, aty nuk u mësova dot. Kam denjur rreth 4-5 ditë. Nuk u mësova dot dhe me njerëzit që ishin aty, më dukeshin shumë negativa, pa ofenduar askënd. Dhe më pas ndrova klasë dhe vajta aty ku jam dhe tani, mund ta themi. Ne 10 B. Pse mos e themi? Dhe video virale. Në podcast. Klasa më e mirë e 10 B. Po. Këtë e tham kot, po që me shumë dashuri e themi me plot gojë 10 B. Më e mira. Më e mira. Virale. Po. Më të përfolur. Aty për herë të parë. Sot për sot. Ma i fojti. Aty për herë të parë takova Krisantin, zemrën time, që zot e kam shumë shoqe. Edhe unë të kam shumë gjë. Dhe ishte ndryshe nga të tjerët, se nuk ishte e turpshme, nuk ishte fare ndrojtje, vinte afroheshe vetë, t'jepte vetë muhabet. Ishte shumë
e mirë dhe e sjellshme siç është tani. Nuk kam asnjëherë turp t'ju flas njerëzve, as edhe një herë. Kështu duhet jesh. Më pëlqen gjithmonë të zë shoqëri të re, pa e haruar të vitrën, po Pa që më haruar mua. ty të kemi të re. Por që nuk jam tipi që të ndruhem nga njerëzit, afrohem, flas si shumë të tjerë që kanë turp të flasin me të panjohurit. Siç tha dhe Krisanthi që vim nga shkolla të ndryshme, unë vim nga një shkollë fshati dhe normal do ta kisha pak më të vështirë se kaloj në një nivel më të lartë, në një nivel më tjetër dhe kur njoha Krisanthin, mu duk shumë gjë e bukur, do me thënë. Okej, të ndërpres pa kun tani. Të më ndërpresësh se ja. Krisanthi, cili ishte mendimi i parë sa po hape derën dhe pe Biankën? Bianka ishte në bangën e parë, ishte me një gocë tjetër. Po, e kisha në 9 vjeçare. Po, edhe sa e pashë, do me thënë që ishte sa yra unë Bianka qeshi, e tha shumë kjo, besoj se do më ketë qef, mua se më pak shumë. Më pëlqej shumë dhe nga buzëqeshja ime, ju jap pozitivitet. Mund të marrësh edhe çmimin The Smileyst? Mund. Ku që është goca që qesh për shumë në klasë? Bianka, cili ishte mendimi i parë që të eri në mendje posa pe buzëqeshin e Krisanthit? Tash pra që dhe unë vi nga një shkollë tjetër, nga shkolla e fshatit dhe do ta kisha shumë të vështirë ta ambientohesha me të gjithë, po Krisanthi nuk më duk ndje madhe. Si të tjera, po. Vërtet ishte një shumë nuk kam fjalë ta përshkruaj dhe ta them. Si shumica e njerëzve që nuk kanë fjalë të më përshkruajnë mua. Pa fjalë. Pa fjalë. Pis pa fjalë. Pish pa fjalë. Po. Si tu duk Bianka për herë të parë klasa jon? Njerëzit do me thënë aty nxënësit. Tani mund ta them se pak më mirë ishte se nga klasa që isha më në fillim, do me thënë, ishte pak më mirë dhe aty kisha dhe shoqen që kisha në 9 vjeçare, të njoha aty, ishte më ndryshe. Po gjithsesi prap kemi ato. Kurse them drejtën, mua më dukën njerëz shumë negativ. Unë thash si do bëj unë në këtë klasë. Prandaj thamë që kemi gënjur ku kemi të ta ta dinë të tjerë, ata që kemi në klasë. Sa jam futur aty, kam parë ca fytyra shumë të trishtuara, nuk e di pse. Por ishin shumë negativ. Më dukën pak të trishtuar, tash këta sikur i kanë marrë me zor, i kanë sjell këtu. Mund të ishte edhe ai mendimi i parë për shembull që kishin frikë të ambientoheshin apo ato paragjykimet e para si do dukem unë në vit të parë. Ndoshta shumë gjë. Që të vish nga një shkollë fshati në shkollë qyteti. Ndoshta ishte edhe ai mund të kishte frikë nga ai paragjykimi që unë vi nga fshati dhe nxënësit e qytetit mund të kenë paragjykime po plot. Po normal. Kjo mund të ishte edhe një frikë që na step të neve që të flismi me nxënësit që ishin nga qyteti. Unë se kam pasur, unë se bëj asnjëherë këtë dallimin vajzë fshati ose djalë fshati me vajzë qyteti ose djalë qyteti. Asnjëherë nuk e bëj, se fundi të gjithë e kanë origjinën nga fshati dhe unë pavarësisht se jetoj në qytet, origjinën time nga fshati e kam, s'është se për turp. Jo se për fare. Por pavarësisht qytet apo fshati i mirës, ditët e mirës që bëjnë nga këto paragjykime. Sidomos ditët e sotme ky dallim i bëhet shumë. Është tema kryesore ditët e sotme. Vazhdo Gabriela na nxirr bojën. Okej, unë kam njohin dhe pak më shumë. Kam zgjedhur të bëj disa pyetje. Po. Cili ka qenë gabimi yt më i çmendur që nuk i ke treguar askujt? Wow. As familjarëve. Ka plot gabime. Unë Bianka. Unë kam me shumicë. Edhe unë që kam bërë në 9 vjeçare. Po, tani unë s'ja u kam treguar askujt. Pse ti tregoj këtu? Rëpeu Bianka. Të tregojmë sa më realist. Për te shakave ka pasur gabime që kemi bërë dhe i kemi mbuluar vetë. Kemi mbuluar vetë. Gabimin që e mbaj mend dhe nuk do e haroj asnjëherë ka qenë kur kam lënë orët e mësimit në 9 vjeçare, ishte fundi. Edhe nuk ju kam thënë prindërve fare që i kam lënë orët dhe ata nëse do e shikojnë këtë video do më vrasin.
Unë kam bërë gabim. Do më vrasin. Ishte ajo vetëm atë ditë nuk ja u kam treguar që unë kam lënë orët e mësimit, pastaj çdo ditë tjetër ja u tregoja. Ne kemi dalë se ne ishim klasë e vogël, ishim 15 veta, edhe ne gjithmonë çdo gjë e bënim bashkë. Do me thëni, atë ditë i lam orët të gjithë, edhe shkuam dolëm për të pirë kafe. Po. Unë kam bërë një gabim që s'do doja më ta bëja kur. Në 9 vjeçare, klasa e 8, dëftesat merreshin kështu, dorazi. Na telefonuan. Sa të rëndësishëm jemi, na urojmë për podcastin. Po. Anyway, dëftesat jepeshin dorazi, nuk ishte smip. Po. Nuk ishte smip dhe ishte dëftesa e fundit, do më thënë tremujori i fundit, dhe mua më kishte dalë matematika dhe fizika 8. Opa, mami në shtëpi. Se kisha 10 dhe të bija 2 nota, ishte kulmi për mua dhe për mamin. Dhe që kam bërë? S'kisha korektor në ato momente dhe kam marrë me stilolap, kam grisur pisën e notës, dhe më thënë ishte pisa e notës, vetëm pak. Po që do jeti ta vje 10? Desha ta rregulloja, unë desha ta bëja 10, po teta s'ka si vet 10. Vise. Një vise. Fleta u gris. Pastaj u gris fleta dhe më pasi kam shkuar mamit në shtëpi. Pastaj rregullova pak me korektor, po prapa jo dukeshe. Po duket si ishte I grisur. shkova mamit në shtëpi me dëftesën. E grisur. Ç'të tha mami? Dhe Dru. po vazhdoj. E morë me mend. Dha dru, se s'vje pasi. Po që Me shaka kjo. po. Okej. Vazhdo. do vazhdoj me një pyetje tjetër më pikante. Po? A ke pasur ndonjë simpati për ndonjë nga shoqëritë tuaja? Po e le. Të vjetër apo të re, ku ne jemi? Të re. Të re. Jo. Se të vjetrit unë i kam si vlezër, që kështu. Kjo është tema që do duan adoleshentët dhe besoj që për këtë arsye e ndjekin më shumë podcastin ton dhe emisionet që bëhen. Jemi në këtë fazë që nuk mund ta quajmë shumë të madhe, po thjesht fiksim. Fiksim, po, do një të krash, thënë, po. një pëlqim. Një pëlqim për një person. Po. Ka, normal që ka. Shumë. Çdo njeri ka, nuk është për ta turp. mohuar, Jo, as për turp, po. se çdo njeri ka në çfarë do lloj moshe e ka. Ne tani jemi në një moshë më delikate dhe E kemi. Se të gënjejmë e kemi. Tani të gjithë do na pyesësh për kë kemi. të gjithë Jo. të gjithë tim të raqi tani të paraqiten përballë dy vajzave që thoni për mua. Ata nuk i din. Nuk e di. Nuk e din. Jo, nuk e di. Okej. Është gjë që ne ja u themi shoqeve, do me thënë si që bëjmë biseda negocët që shko se ky djali ishte Shiko pak i se ky më lezetshëm. foli, Kaq. Ose është në një kështu. Më paj, sot do më çoj ftesë në Instagram dhe Po. prej tjetër ditë nuk të Vetëm çoj. një eye contact. Se ishte thjesht Një eye vetëm një eye contact, contact, 0.5 Dhe ti sekonda. mendon që ai të pëlqen shumë. Kur bën një eye contact 0.01 sekondë dhe thua, do më çoj ftesë në Po. Instagram. Sepse ai ka çuar Imagjinata e femrës. sepse ai ka çuar gabimisht sytë. Jo dashur të shikoj ti këtë tjetër dhe të kasë. Gatimisht afa deve. Okej, Do eci. ta. Ju ka zënë ndonjëherë dikush duke bërë një gjë që s'duhej? Unë s'kam pasur. Asun, me thënë të drejtën. Do me Se thënë këtu keni po bërë tregojeni fshehur. pa filtra. Do me thënë keni bërë fshehur, si ka thënë njëri. Po jo, se më të bësh diçka fshehur. Po. S'është se më ka zënë ai njeri. A ke shfrytzuar ndonjëherë dikë vetëm për interes? Jo, asnjë. Jo. Unë asnjë person nuk e dua për interes. Po. Le të jetë ai çfarë të doj, nëse unë e dua ashtu siç është, nuk më intereson fare se çfarë ai ka më pas. Po. Edhe për mua e njëjta gjë vlen, që mos i përshëndetim fjalët disa herë që tha Krisanthi, nuk mund të duam askënd me interes. Dhe unë kështu mendoj, Krisanthi dhe Bianca janë shoqe shumë të mira, saqë ato nuk është e pamundur ta mendosh një herë që ato mund të duan dikë për interes dhe jo më ta veprojnë. Shumë faleminderit Gabriela. Cili është personi më joshës që ke takuar ndonjëherë? Të themi dhe nga këta këngëtarët. Të them unë,
Të them unë se unë e kam të freskët, është Selma. Është shumë i bukur. Selma këngëtari që Është këngëtari që mua më pëlqeu shumë. E kam takuar në partin që u bëj shkollës, në ballon që u bë, më dha dorën bëre me një zemër. e kam edhe videot. Unë nuk kam takuar akoma, po do ta takoj së shpejti. Do jetë Elgidoda. Dhe kuptojeni tani. Do bëj dhe foto me Elgidodën. Do jetë në ftuarit tek balloja jon me Sadiun. E përshëndesim. Fatin që Bianca ka të shkoj ta shikoj dhe unë nuk do shkoj. Tani ta Elgidodën Bianca shpejt. Tak për mua Elgidodën. Po e diti që Elgidoda është i martuar? Po s'ka rëndësi unë. Të martoj edhe Elgidodën. Tani shkojmë në një pyetje pak kështu, që të gjithë e kemi hasur këtë problem as tonë ja. A ke dërguar ndonjëherë mesazh ose foto gabimisht personit të gabuar? Po, shumë. Shumë herë. Do me thënë, i keni bërë screenshot ati personit dhe keni dërguar po ati. Po. Jo vetëm herë. Shumë herë. Unë e bëj për ditë këtë gjë. Kam një screenshot nga dikush. Ja dërgoj në grupi gocave. Dua ta dërgoj aty, po më ta dërgoj diku tjetër dhe lënam si gjithmonë. Dhe unë. Sa herë më ndodh më kështu. A ke bërë ndonjëherë sikur të pëlqen dikush ndërkohë që vdisje për atë? Po. Unë gjithmonë. Unë në 9 vjeçare, sot në 9 vjeçare i kam bërë. Unë i vazhdoj të bëj akoma. A ke gënjur ndonjëherë për ndjenjat e tua vetëm për të marrë atë që doje? Unë jo, asnjëherë. Për ndjenjat e mia nuk gënjej asnjëherë. Nëse unë e dua diçka, e marr. Por nuk gënjej asnjëherë për atë gjë. Ishte kështu kjo. E dua marr. Ishte deklarata e fortë. Po, të gjithë e din këtë. Që atë që dua unë e marr. S'ka shans. Asnjëherë nuk kam gënjur për ndjenjat e mia, dhe as nuk do ta bëj. Tani nuk mund të quajmë ndjenja, siç e tham dhe pak më parë, fiksimet tona. Cili është personi me të cilën ke filtruar më shumë në jetë? A keni lexuar ndonjëherë mesazhet e njëra tjetrës pa leje? Jo. Unë po e kam bërë. Të kujt? Timet? Jo. Do me thënë të ne të dyjave? Të ne të dyjave jo. Se unë si di kodin e telefonin kësaj. Do ta tregoj si e ka. Trego. Unë 4 numra kam. Po, me që të tregoj pak. E kam shumë. Okej, e kemi shumë numra haroj unë. A ke bërë ndonjëherë diçka për të cilën ke mbetur me turp kur e kujton tani? Jo. Se besoj ta kemi. Unë bërë asgjë, nuk jam tip kështu. Mua më pëlqejnë aventurat dhe kur i bëj kësaj vet, as si se vet. Bianca ka bërë një gjë me ato në show kremona. U fitua deri show. Urime goca. Urime Bianca, ishte pjesë e show. Faleminderit. Po, urime, morëm edhe kupë. Aty ku isha unë kapa një video tenden të cilën nga që kur tha Zamira Kita që shkolla me mi shpallë tra qiqirin xhi edhe u sulën të gjithë edhe Bianca që ramun aty u kushet sa turprua shkpeta. Jo, se s'isha vetëm unë, ishin dhe shumë të tjera. Tani ju. Okej, po ne po flasim. E para që ra ishte një çup, më troqi dhe mua. Rat të dyja. Brava ishte që sharake. Po. Tani një pyetje tjetër. Nëse do ishi të bllokuar në një ishull apo në një shtëpi, cili është personi që do zgjidhni të kalonit 24 orët tuaja të fundit, le të themi? Unë do zgjidhnja vllajin. E kam seriozisht. Nga që është ai personi që nuk kaloj shumë kohë, për arsye sepse ai është gjithmonë në punë, edhe do doja të kaloj 24 orë me atë. Bravo. Ti Bianca? Dhe unë do thoja, do zgjidhja motrën, sepse nuk e kam këtu, e kam jashtë vendit dhe më merr malli shumë motrën dhe mbesën time gjithashtu. Dhe një puthje për motrën dhe mbesën e Biancës. Dhe më merr malli shumë, kam shumë kohë pa e takuar me vite. Dhe do doja ta kaloja atë kohën me atë. Jo 24 orë, po tërë jetën të më linin aty me vllajin, nuk do mërzitesh aku. Kam 7 vjet pa e takuar motrën time dhe normale. Goca, po.
nëse ju do të ndroni titën tuaj me një personazh tjetër të njohur apo qoftë ai pa njohur, cili do të ishte? Elgidoda. Unë do zgjidhja këtë radhë, do zgjidhja solo. Klea. Unë do zgjidhja këngëtarin tim të preferuar solo. Bravo. Ai bën një jetë. Unë jam fiksuar me këtë të Elgidodës, kështu që. Unë të jetën time që kur ai ka dalë, që ka bërë këngën e tij të parë, më ka pëlqyer si Jetën djalë. tënde, se sa kokë. Jo që them që kur ai ka dalë, që ka bërë këngën e parë, më ka pëlqyer. Ishte vërtet një këngëtar shumë i mirë. Tani do të lejmë më njanë këto pyetje pikante dhe të kthehemi tek shoqëria. Po. Në shoqërinë tuaj keni persona që ju nuk i dëshironi, por ato janë në shoqërinë tuaj? Po. Unë kam shumë. Po. Unë kam sa duhet ta them po, sepse kemi. Si në të rinjt, si në të vjetrit. Unë kam Unë shumë. më shumë në të rinjt, se në të vjetrit ka vetëm një shoqe shumë të ngushtë. Po mirë, për shembull ti tash në të vjetrit mund të mbash një shoqe vetëm se është kushërira e shoqes tënde, po ty s'të pëlqen. Jo, ashtu ja them unë. S'ka lidhje me kushërinë. Po se për shembull, unë kam shoqen time të ngushtë, edhe ajo merr kushërinën e saj. Po ajo mos më pëlqen, tash unë s'kam si t'ja them se po vjen tur. Me kushërira, unë ja Ose ti këtë shoqe, rreth shoqëri. Krisanthi, cili është... Madje di ku e kemi. Ta themi ku e kemi. Jo. Okay, alem. Ta lem. Goca e lem. Krisanthi, cilat janë karakteristikat ose tipare që duhet të përmbush një vajzë që ti të shoh që e jotja? E para që mos më gënjej. Unë gjithmonë të jetë e sinqert. Nuk më pëlqen as pak personat që më gënjejnë. E dyta është jetë e sjellshme, mos bëj gjëra që mua s'më pëlqejnë. Gjëra që unë veproj pas shpinës. Po, gjëra që unë nuk i bëj dhe ajo t'i bëj në sytë e mi, edhe që mos më tradhtoj. Do me thënë që të jetë xheloze për mua, në qoftë se unë kam diçka dhe ajo të jetë xheloze për mua dhe do që me patjetër ajo ta marrë atë gjë. Cili është personi që ti nuk do ta fusje kurrë në shoqërinë tënde? Një vajzë e cila është shumë gënjeshtare dhe shumë xheloze. Nuk do e fusnja kurrë, edhe nuk i kam futur. Bravo. Bianca, cilet janë kriteret që duhet të përmbush një vajzë që të ketë fatin ti të shoqja jote? Tani, si që tha dhe Krisanthi, gjëja e para është sinqeriteti. Në qoftë se ti më gënjen, po marr shembull, në qoftë se ti më gënjen mua, do me thënë, këtej më thua ndryshe, dhe pas shpinës time vepron ndryshe, me shoqe të tjera, qoftë edhe me djem, se ka shumë raste të tilla, dhe këtej të vish dhe të më flasësh mua ballë për ballë, duke qenë fajtore, po shtiresh, kjo është gjëja që unë urej, dhe e kam shumë inat, dhe nuk le pa e ndëshkuar, le të themi. E dyta që mos të tregohet bespreme, pra që të mos dalë edhe me shoqe të tjera. Në qoftë se ti do të krijosh shoqëri me mua, duhet të jesh besnikja ime, duhet të jesh vetëm me mua, mos konsiderohesh vetëm si shoqe, por më shumë edhe si motër. Këto janë dy gjërat që nuk dua që ti kenë. Po një vajzë apo një djalë që do ta fusje kurrë në shoqërinë? Për djemtë ta them unë se kam shumë kështu. Zakonisht ajo Bianca. Zakonisht me djemtë s'është se kam në një shoqëri shumë kështu të madhe, përveç se një të vogël, por djemtë që mua nuk do më pëlqenin asnjëherë janë ata që pinë drogë, që e kanë mendjen si gango. Ata që e kanë mendjen për gjëra të ndryshme, nuk i kanë futur kurrë në shoqërinë time. Shoqërinë time, si djem, i kam djem shumë të mirë. Janë djem të edukuar lumë mami që i ka. Do njëherë është më mirë të lumë ne që i kemi shok. Do njëherë është më mirë të krijosh një rreth, jo, një shoqëri me djem. Në të varet, do me thënë dhe nga konteksti dhe nga lloji, por është më mirë kështu. Unë për shembull kam një gocë, një vajzë që nuk e ka fut kur në shoqërinë time, ajo mundohet të futet, por duke e ditur çfarë lloj tipi është, që gënjen, mashtron,
të gjitha gjërat e mundshme ka, kur ajo mundohet të futet, unë e largoj. Unë gjithashtu kam larguar edhe shoqet e mia të 9 vjeçares nga kjo situatë. Unë e di. E di personin i cili është. Që mos përmendim të emra. Goca. Një pyetje tjetër është. Në fillim fare kur ne jemi njohur, do me thënë nuk e njihemi shumë njëra tjetrën. Nëse ke bërë një arritje ti Krisanthi apo Bianca, keni menduar ndonjëherë që do jeni xheloze për njëra tjetrën, për shembull, nëse ti Krisanthi ke bërë një arritje, në një moment mund të kesh menduar që Bianca është xheloze për mua dhe jo, nuk e. Unë krenohem gjithmonë me ato që bën shoqja. Unë jam shumë e lumtur ta shikoj për shembull Krisanthin duke marrë pjesë në aktivitete, qoftë dhe të fitoj çmimin këngëtarja artistja më e mirë. Këngëtarja. Miss Bustri. Do t'i këndoj tek ditë serenata. Jam shumë krenare ta shikoj. Krisanthin të lumtur duke marrë diçka, atë që meriton, atë që dëshiron. Edhe ta ndaj të njëjtin gëzim. Po, edhe unë jam siç mendon Bianca, jam shumë krenare për shoqet e mia. Nuk jam asnjëherë xheloze që pse kjo mori më shumë se mua ose pse kjo bëri këtë nga mua. Siç janë disa të tjerë, se ne kemi edhe në klasë, ne kemi edhe në klasë të cilat janë shumë xheloze që pse X person merr një notë më shumë se mua për një pikë. Bëhet shumë dallime. Unë mora pjesë deri shumë. Po, shumë. Unë të kam ardhur të kam ndjekur në çdo pjesë që ju keni bërë. Faleminderit. Okej. Tani të nxjerrim me një palarë. Po, do e thoni. Me patjetër. S'ka ndonjë kështu dënim për shembull, ose thuaje ose të pim ose të bëjmë diçka. Një dënim për shembull. Do ta bësh kështu. Krisanthi. Ama do ta bësh kështu. Cila gjëja që të bezdis tek Bianca? Jo. Mirë pa. Bianca, të lutem shumë, rrëfehuni goca. Po ka ndonjë dënim që mund të bëjmë? Për shembull, ne s'mund të përgjigjemi. Mund ta bëjmë një dënim. Ja, për shembull, kësaj pyetje nuk jam do të mund të bëj një dënim. Shko, unë ja kam thënë Biancës cila është gjëja që mua jo. Po mos më të them. Ta kam thënë cila është gjëja që mua më shqetëson në ty. Nuk më kujtoj. Qa? Ose jo, mos e thoj. Nuk e thuaj. Nuk vi ta them dot se mund të mberet pastaj si gjë keq. Ne mund t'ju them. Na jep një dënim për shembull. Po ty Bianca, cila është gjëja që të mua të shqetëson? Po nuk tani se ne nuk kemi dhe shumë kohë. Shiko, të tregojmë realiste. Unë thash, do ju nxjerr bojen. Ju lutem nxirreni para se t'ja nxjerr. Po ti s'di. Ti e di shumë mirë. Sepse Gabriela dhe disa vajza tjera janë ato që unë flas më shumë, ju tregoj çdo gjë. Tani, Gabriela e di cila është gjëja që më shqetëson në Bianca, prandaj mos e nxirr. Goca, nxirreni sot edhe hiqni ato zakonet e keqa që keni, që ti jeni perfekte tek njëra tjetra. Bianca, cili është gjëja që të bezdis te Krisanthi? Shko, shpreh, Olali s'ka gjë. Të themi real. Ti mund të kesh ndonjë gjë bezdisëse tek unë, jo vetëm ti mund ta kenë dhe çdo. Normale kemi gjëra që na bezdisin. Po. Por unë me Bianca, nëse një gjë na bezdis, ne vemi ja themi njëri tjetrit. Për shembull, unë do të them, gjëja që më bezdis mua në Bianca është që Bianca na njëherë kur i flas unë e kam mendjen diku tjetër. Këtë e kam shumë bezdi. Ja, u kam thënë të gjithëve që kur fliste Bianca këtu këtu mos që shumë ajo drita me dojmë tabletë bukur. Kjo është gjë që mua më bezdis të Bianca, se zakonisht kur unë i flas për një temë të caktuar ose për diçka, Bianca është duke i dhënë përgjigje X personi. Tashi, unë të pyes, më kthe përgjigje se kam shumë inat ashtu. Këtë ma kanë vënë re, jo vetëm ti, po dhe familjarët, dhe ma kanë tërhequr vëmendjen, le të themi, për këtë pjesë, por nuk është se bëj me qëllim, thjesht nuk duaj që më flasin dy persona njëkohësisht dhe këtë është duke më folur Krisanthi, nuk duaj që të më mërziten. Po mirë, tani ti mua më ke shoqen më të mirë aty në klasë, që kështu mua do më japësh vëmendjen më të madhe. Gjë që më ka bezdisur këto ditë te Krisanthi, këto ditë, po nuk më fliste.
Po s'më fliste. Po s'më fliste dhe Severia vesh pse s'më fliste. Krisanti ti e vaj shumë drejt për drejt. Moj nuk më fliste. Çfarë ka ndodhur te Krisanti? Që kur mbarova show-un, erdha të hënë në shkollë. Ta them pse? Ta them pse? Do ta them. Po mos të dali na me keq. Ua, Bianca nuk ka nam. Ska, të sigurta. Okej, hajt po e them. Dita që do bësh rin show i shkollës tonë, që do interpretohesh në teatri, Bianca nena tha do ju marr bileta. Ja, shikoj te Gabriela reagovi. Bianca tha do ju marr bileta. ju kanë keq interpretuar ato. Jo, ishte ajo që më tha mua të shkej ti, unë ty s'të lë pa bilet, kam shoqen më të mirë. E mire, fjeta mendjen unë, do ma ketë Bianca biletë. Po. Marr Biancën atë ditë pas shkolle të inte, marr Biancën bëhesh rin show, marr Biancën, Bianca, e ke biletën ku të vi ta marr prit. Jo, prit. Pra se Nuk e thash të zi. Jo, thash i lam, u vajtua. Edhe i thash Bianca, e ke biletën? Bianca më tha mua nuk kam bileta. Bejta unë aty thash unë. Kam shkruajtur një vajzë tjetër që deshte të vinte në rin show, sepse unë atë kam shumë xhan dhe më kanë ndihmuar te i masë dhe normal që doja të jepja një bilet. Por ju kanë keq interpretuar, sepse ne na thanë që nuk ka bileta dhe unë familjarët tim i lash pa ardhur aty. Nuk kisha njeri që të vinte të më shikonte. Okej, po unë u mërzita. Po pra, të kuptoj që u mërzite, po është gjë, nëse e mërzitur për këtë, atëherë është gjë shumë kopi, se ti isha mërzitur për ndonjë gjë tjetër. Ti e di që unë mërzitem për shumë gjëra të vogla. Dhe as po ma thoshte se kam shumë inat kur nuk më flet, vetëm 2 ditë. Vetëm 2 ditë të fola. Vetëm 2 ditë, duken 2 javë. E po tani, që të vëjë? Tani talem një përqafim në grup goca. Nam jo. Tani je mërzitur me mua? Jo, pajtua. Pastaj, shiko, unë gjithë kjo vajzë, do rria aty në shkallët, s'kishte lezet të rria unë në shkallët. Po prap nuk ndajta se shoqet e mia më të mira si Gabriela për shembull, ma gjeti vendin atje në karike, jemi ullur, jemi reatuar, e kemi pas shfaqe. Po mora prindrit e mi të vinë të më shikonin. Ishte vërtet bileta dhe kështu na than vërtet. Ishte vërtet një shfaqje shumë e bukur, shkolla jon ka bërë një punë shumë të mirë, shumë të bukur, kishte plot mesazhe. Ishte, po mund të them ishte vetmja shkolla që kishte aq shumë mesazhe që u interpretuan aty. Pikërisht mesazhe që duhet një adoleshenti. Po. Çdo njeriu se tani ka shumë. Më shumë një adoleshenti që përpiqet që të gjej vetveten e tij ku përshtatet më mirë. Sidomos ditë e sotme që ti jesh një adoleshent është shumë e vështirë. Ne po e përjetojmë vetë dhe kuptojmë sa e vështirë është ti jesh adoleshent. Do na nxjerrësh me bojën. Po sikur të më thoni çfarë si pëlqen në mua. Ta ndryshe, mua më pëlqen shumë kur dikush më tërheq vërejtin tek mua dhe më thotë që shiko, Gabriela, ti nuk e ke mirë këtu. Dhe mua më pëlqen shumë që ti ma thua, sepse ti më ke shoqë shumë të gushtë. Po, dhe më do të mirën dhe mua më pëlqen shumë që të rregulloj çdo gjë atë që se ka mirë. Më pëlqen që të më bëjnë kritika se asnjëri nuk është perfekt. Dhe unë e di shumë mirë që dhe unë nuk jam perfekte në një shoqëri, për shembull, mund të kem edhe unë të metat e mia që të pëlqejnë ty apo Biancës. Po, do më thoni? Të filloj njërun, shiko, ti nuk ke asnjë tëmet e para, sepse dhe nuk të njoh tamam plotësisht, se nuk kemi dhe shumë kohë bashkë që njihemi, se një vit. Dhe për mua nuk është mjaftueshëm. 8 muaj janë. Po, afërsisht një vit. Për mua nuk është fare mjaftueshëm që të njoh një person me kaq pak kohë. Për këtë kohë sa të kam njohur, ti nuk e asnjë tëmet për mendimin tim, sepse mua më ke qëndruar gjithmonë pranë, ke qenë ajo që unë jam hapur drejt për drejt, kam thënë dëgjoj se këtu kam nevojë për këtë, kam nevojë për këtë, më ke ndihmuar, ti jam shumë mirë njohse, pra nuk e asnjë tëmet. Ma më pëlqen shumë kur dikush shpreh në mua, unë e vlerësoj shumë. Dhe më pëlqen shumë të ndihmoj. Sepse je një njeri që dëgjon, të mëson. Unë Gabrielës ja kam thënë që atë ditë që shkova në klas, Gabriela ishte, nuk më duk vajzë. Ta them e mirë.
Do me thënë nuk më duke vajzë e qeshur e respektuar, nga që atë ditë kishte si egër. Se atë ditë kishte ndodhur një sherr në klasën tonë. Po, se kjo, sepse mua nuk më pëlqen që të shikoj paragjykime apo të dëgjoj paragjykime në klasë. Atë ditë shumë paragjykime po bëshin në klasë fshat qytet, e mbaj mend, po paragjykoni një vajzë nga pamja e jashtme. Dhe kjo nuk më pëlqeu fare. Në atë moment isha shumë e inatosur që pse pa njohur shumë mirë dikë, si mund ta shash apo ta bësh të ndihet keq. Dhe atë ditë nuk kam qenë fare mirë dhe thjesht kisha atë entuziazmin apo më vinte thjesht nga brenda që dua që ta ndaloj këtë dhe pothuajse thira dhe nuk desha që të vazhdonte më sepse dikush po ndihej shumë keq. Shko, këto janë tema shumë absurde që ndodhin, jo vetëm në çdo rast ndodhin në çdo. Këto tema nuk më pëlqejnë asnjë. Janë tema që diskutohen më së tepër. Edhe në shumicën e rasteve kur hapet, unë them që më mirë ta mbyllim se nuk e dim ne si ndihet dikush tjetër, se vendose gjithmonë veten tënde në personin që po shah. Pa e ditur se ai do të ndihet. Edhe pastaj kur u njojtë më shumë me Gabrielën, më duk vajzë shumë e mirë. Tani është një ndër shoqet e mia më të mira, gjë që ndajmë gjithçka, prandaj i thash pak më parë që Gabriela ti di shumë gjëra për mua, që kështu mos sav. Unë gjithmonë jam një person shumë energjik. Edhe nëse unë brenda vetveten time jam shumë e mërzitur, nuk më pëlqen kur ta shpreh atë energjinë time dhe dua të bëj që çdo njeri të qesh. Më pëlqen shumë kur qeshin njerëzit shumë, e adhuroj buzëqeshin. Shumë qesharake, shakatore dhe kur mblidhemi ne të dyja bashkë. Edhe ka një buzëqeshje shumë të bukur, nuk e di pse nuk donte që të dilte, por që ka shumë buzëqeshje në ëmbël. Love you Gabër. Love you too. Kështu jam unë. Kështu je. Ne të pranuam, si do që t'jesh. Mirë njohse se je e ftuara e parë. Po, shumë faleminderit. Dhe ju uroj vajza shumë suksese në të gjithë këtë që ju kundërshtoni. Shumë faleminderit. Shumë suksese. Edhe ne prandaj vendosim që ti jesh e ftuara jon speciale sot, në episodin ton të parë, ta nisnim mbar, jo dhe pse me të ftuarit e tjerët nuk do nisnim mbar, por që ne donim shumë që Gabrielën ta kishim në episodin ton të parë. Sepse era me këmbën e djathtë. Bravo. Me këmbën e djathtë. Ky ishte episodi jon i parë, i mbushur me të qeshura, me pak humor. Po, pra, edhe dashurinë më të madhe. Dashurinë që kemi shumë të madhe, jo për njëra tjetrën, po për këdo. Edhe sqarimin e gocave që ishin keq kuptuar me njëra tjetrën. Po, më vjen shumë mirë që u shprehën, sepse kisha të vështirë. Ajo u shpreh para kamerës dhe s'u shpreh me mua. Po, sepse e kisha shumë të vështirë që mbusha mendjen Krisantit që ti thoshte pse ishte mërzitur me Biankën. Jam pak shok. Ja thuash dhe mendova që ky është rasti shumë i mirë. Shumë faleminderit Gabriela. Faleminderit ju. Jam shumë mirënjohse që isha në kanalin tuaj apo në podcastin tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe suksese për çdo gjë vajza. Ju dua shumë, edhe ne të duam shumë. Tani ne do të shihemi në episodin e radhës, në episodin e dytë. Ky mund të ishte episod surprizë, nuk po ju tregojmë asgjë më shumë. Do jetë i bukur siç ishte edhe ky. Mund të jetë pak i shkurtër, por ishte thjesht një prezantim për veten tonë edhe disa i shkurtëriose. Mirë, edhe disa gjëra që ne u shprehim shumë për njëra tjetrën. Ju falenderoj shumë. Do të jemi shumë realistë. Po. Siç jam unë gjithmonë në kohën reale. Shumë faleminderit, do të shihemi në episodin e radhës. Pafshim. Pafshim. Pafshim.